Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flas rreth çiftit tuaj më të preferuar, rreth përditshmërisë së tyre, rreth rrugtimit të tyre, rreth dashurisë të tyre. Historia e tyre e bukur që në fakt po komentohet sot e kësaj dite. Dhe konkretisht flas për Mateon edhe për Brikenën. Mateo dhe Brikena kanë qenë në shënjestër të medias ros, të gjithë janë kureshtar të dinë se çfarë po ndodh me to, çfarë po ndodh me fatin e tyre, çfarë po ndodh me përditshmërinë e tyre, çfarë po ndodh me jetën e tyre. Ëm Kemi qenë të gjithë në fakt në pikpyetje me këtë situatë. Unë kam arritur që të kuptoj lëvizjet e tyre më të fundit. Çifti, siç duket pas të gjithë angazhimit që pati në Top Arena, një angazhim shumë i madh, të marrësh përsipër një programacion aq të fuqishëm live, të marrësh përsipër një audiencë aq të madhe live, normalisht nuk është e lehtë, është një përgjegjësi e madhe, por Mateo dhe Brikena shkëlqyen të dy me njëri tjetrin në këtë rrugtim të bukur. Pas një lodhje të gjatë, pas një stresi të jashtëzakonshëm, çfarë bën njeriu? Njeriu përzgjedhen që të pushon, njeriu përzgjedhen që të relaksohet disa ditë larg çdo gjëje, vetëm dhe në qetësi me njëri tjetrin. Mateo dhe Brikena, nga informacionet që kemi arritur të kuptojmë, kanë përzgjedhur që të udhëtojnë drejt Bodrumit. Aktualisht, çifti ndodhet në Turqi, atje ku po shijon momente të bukura, atje ku po relaksohet, atje ku po kënaqet. Edhe pse të gjitha zërat të cilat bazoheshin në postime të Instagramit, në postime të storyve, në postime të rrjeteve sociale, rezultuan që të mos të jenë të vërteta në raportin e Mateos edhe të Brikenës. Rezultuan që raporti i tyre është një raport fantastik, është një raport ideal dhe çifti është jashtëzakonisht shumë i lumtur në krah të njëri tjetrit. Do të thënë, shijojnë momente fantastike me njëri tjetrin. Brikena duke që është shumë e gëzuar, duke që është shumë e kënaqur, duke që është shumë happy, por në këtë rast edhe Mateo është jashtëzakonisht happy që është në krah me femrën që e do më së shumti. Çifti nuk është se ka ndarë shumë momente, do të thënë natën e mbrëmshme kanë sjellur vetëm një fotografi ku qëndronin të dy në verandë me patjetër të dhomës së tyre dhe po e shijonin atë kënaqësinë e freskisë dhe relaksin që të falë Bregdetit turk, por edhe ambienti atje, do me thënë është fantastike. Dhe nga ana tjetër, ditën e sotme, po shijonin momente të bukura pranë detit, në një, do të them, resort privat, nga që nuk ishte resort shumë publik, ishte shumë resort privat, ku Mateo dhe Brikena po jetonin çaste dhe po gëzonin momente të bukura me njëri tjetrin. Kjo nuk kupton që marrëdhënia e çiftit është fantastike. Lëvizjet e fundit të tyre kanë qenë thjesht lëvizje televizive, që do të thënë lëvizje artistike që i quajmë ne, të titulluara nga ne, nuk kanë qenë lëvizje që të vënë çiftin në presion, të vënë çiftin në pikpyetje, do të thënë kanë qenë lëvizje artistike, lëvizje që janë bërë për media. Mateo dhe Brikena vazhdojnë të jenë shumë të lumtur bashkë, vazhdojnë të dhurojnë shumë energji njëri tjetrit bashkë, vazhdojnë të dhurojnë shumë pozitivitet bashkë njëri tjetrit, duke që po investojnë në marrëdhënien e tyre, dita ditës me patjetër që po njohin natyrën e njëri tjetrit, po njohin tipin e njëri tjetrit, po njohin shpirtin e njëri tjetrit dhe po gëzojnë adrenalin, po gëzojnë energji të mirë me njëri tjetrin, do të thënë po gëzojnë momente të bukura. Unë nuk kam dyshuar, me thënë të drejtën, unë personalisht nuk kam dyshuar kur në raportin e Mateos edhe të Brikenës. Kam qenë i prerë në bindjen që kam patur për to,
më kanë gjykuar, me patjetër që më kanë gjykuar, më kanë ofenduar, më kanë sharë, por unë jam munduar që të jem koherent në atë natyrën time, në bindjet e mia se si vërtet është raporti i Mateos edhe i Brikenës. Do me thënë, gjithmonë e kam parë këtë urën lidhëse të fortë që e kanë ato të dy dhe që e duan shumë njëri tjetrin, sepse e kam thënë dhe do ta them, mimika është gjysma e përgjigjes që ne e presim. Po të mos kishte dashuri mes Mateos edhe Brikenës, në asnjë mënyrë, në asnjë dimension, Brikena nuk do të pranonte që të ishte pjesë e një spektakli bashkë me Mateon. Me thënë, duke e njohur karakterin e Brikenës, unë e them që Brikena është një personazh që nuk pyetën as për klikime, as për asgjë, kur është në pyetje një histori dashurie apo një lidhje dashurie. Do me thënë, unë e shoh në këtë status, unë e shoh në këtë pikë dhe e shoh si një marrëdhënie që vërtet është një marrëdhënie që do të na sjell fryta të bukura kjo dashuri. Tani përflitet edhe dasma, tani përfliten edhe gjëra të tjera. Unë mendoj që jemi shumë herët për të folë për një dasëm, jemi shumë herët për të komentuar një dasëm. Çifti me patjetër do të përzgjedhen një herë atë relaksin, qetësinë, atë komoditetin që do kalojnë bukur me njëri tjetrin dhe do kënaqen, dhe mendoj për dasmën do të ketë shumë kohë dhe do të ketë shumë moment të bukur që do t'i dhurojnë njëri tjetrit çifti. Unë mendoj që Mateo dhe Brikena janë ideal, kanë lindur për këtë marrëdhënie, kanë gjetur paqen shpirtërore dhe sot po jetojnë bukur historinë e dashurisë së tyre. Me zemër ju uroj vetëm suksese të bukura, me zemër ju uroj vetëm momente të bukura dhe shpresoj që të kalojnë bukur në Bodrum të Turqisë. Unë e di që do na sjellin ndonjë reels fantastik, e di që do na sjellin ndonjë foto fantastike që vërtet të gjithë ne si audiencë dhe ne si gazetarë, do të thënë, do të mahnitemi me atë pozitivitetin, me dashurinë dhe me momentet e bukura që Mateo dhe Brikena din të dhurojnë edhe din të japin. Do të thënë, janë dyshja më fantastike dhe janë dyshja më e bukur që na japin energji, na japin pozitivitet dhe din të na bëjnë që ne të jemi të bekuar në marrëdhënien e tyre. Do me thënë, mos besoni asnjë lajm tjetër, mos besoni titujt të tmerrshëm, sepse raporti dhe marrëdhënia e tyre është marrëdhënie korekte, harmonikisht e lumtur edhe shumë e bukur.